Sot, shkolla e mesme e lartë Rushdi Berisha festoi ditën e saj dhe 56 vjetorin e themelimit të këtij institucioni arsimor. Me këtë rast u mbajtën homazhe pranvarit të mësuesit dhe dëshmorit, emrin e të cilit e mban kjo shkollë në varrezat e dëshmorëve në fshatin Buqe. Pas homazheve, familja Rushdi Berishës u prit në ambientet shkollore nga drejtori i kësaj shkolle, zotëri Lulzim Ahmeti, ndërsa në vijim së bashku me kryetarin e komunës vendosën edhe lule parashtatores së Rushdi Berishës, e cila gjendet në oborrin e shkollës. Manifestimi u zhvendos në Shtëpinë e Kulturës, ku para një audiencë të madhe, drejtori i shkollës dhe të pranishmit uruan për këtë ditë të veçantë. Drejtori prezantoi historikun dhe arritjet e shkollës, ndërsa me fjalë rasti uruan edhe kryetari i komunës, drejtori i arsimit dhe koordinatori i komunitetit Joshumic. Duke shprehur mirënjohjen e thellë ndaj familjes dhe figurës së mësuesit Rushdi Berisha. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Dita shkollës sonë, e cila me mburrje e krenari e mban emrin e Rushdi Berishës, ish profesorit, ish drejtorit të shkollës dhe herorit të kombit. Jehona sakrificës së tij për liri e pavarësi, për shtet e dinjitet, për herë do të jetë një frymëzim në ndërtimin e vetdijes sonë shtetërore, në ndërtimin e një institucioni edukativ arsimor cilësor për të cilin është angazhuar aq shumë heroi ynë. Të dashur nxënës, ju jeni zemra e çdo suksesi që festojmë sot. Përkushtimi dhe puna juaj janë reflektim i të ardhmës së ndrithës që ju pret. Besimdhënës të nderuar, faleminderit për përkushtimin dhe pasionin tuaj të palodhur që e bëni këtë shkollë një vend të veçantë për zhvillimin e çdo individi. Fortunës dhe angazhimit të shumë mësimdhënësve e profesorëve, të cilët po vazhdojmë të japin shoqërisë sonë kuadro dhe ekspert nga fushët e ndryshme. Janë bërë tashme 2 dekada që kjo shkollë me krenari bën emrin me dëshmorit të kombit, profesorit të dikushëm të kësaj shkolle, adhetarit Rushdi Berisha. Kujtimi për profesor Rushdiun do të mbetet për herë në zemrat tona si një mësimdhënës intelektual dhe veprimtar i paekur në shërbim të idealeve të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Të flasim për Rushdi Berishën çdo fjalë që mundohemi ta themi për të, do të ishte shumë e pakët në raport me sakrificat, mundin dhe përjetimet të cilat i kaloi ai. Kështu që nderimi më i lartë që mund t'i bëjmë Rushdiut dhe të gjithë atyre që sakrifikuar për arsim, edukim dhe lirinë e Kosovës, që tashmë e gëzojmë ne dhe të ta gëzojmë dhe brezat tonë, është përkushtimi drejt ngritjes vlerave dhe mirëqenies arsimore dhe edukative të brezave të ardhshëm për një shoqëri të shëndosh në aspektin edukativ dhe arsimor. Dragi učenici, nastavite da svakodnevnim radom i zalaganjem napredujete ka ostvarenju svojih snova, a znanje koje steknete u školi nek vam bude sredstvo za postizanje željenih ciljeva. Još jednom, svima neka je hajruni dan škole u ime dita e shkollës. Profesor të nderuar, ish profesor, lejoni që në emër të familjes t'ju uroj ditën e shkollës, uroj që nga kjo shkollë kemi kuadro të fuqishme, ashtu siç ka pasur deri tashti, dhe t'ju uroj sukseset më të mira. Faleminderit. Festimet vijuan me një program artistik të përgatitur posaçërisht për këtë ditë, që përfshinte poezi, këngë e valle nga nxënësit e kësaj shkolle.